cili nga personazhet publike ka më shumë famë se sa e meriton. E shef shumë me ngjes Sakëzin, sa ç'është, çka thonë me Sakëz shi. Edhe tash Pas muje. e tash thot jo, e di se s'flen me Sakëz përpares në program. Po tash që një vjet, 2 vjet, jo, tash s'muj me flajt me Sakëz e gjuj. A në fillim u çudit ke ky. Qa janë mërton këto çamçakëza se ky çamçakëza ju tek i gjujsha pëto, ka den rem. Tani u desh kemi mbledh. Qikën, thuti, kur s'kish mujt me ban fëmija, vëden, gjithë ma ban, po ti si shebor non, ose si po, dhurata ma e madhe është qika që ma ka dhonë. Dhe në fund tjetës e kisha qu jetën me Ilberin, po jetën tjetër, ndoshta jo. Po kishte ashtu diçka. Hajde. Si jena shumë të lirë, kur folim ç'lirë, stutën as ti me mos, o folim. Ashtë e vërtet. Ti ka njerë po më shef, diçka për një. E pranoj lidhjen tonë dhe faktikisht Aziz Saliu i ka fajet që unë jam e martu me Ilber Ramadan. Marakli, për kuptoni jo. Qfar maraklije? Se ku menu që djali u, thash, po jo, kjo në Itali shkon shumë, që thojnë maqamenat, që thojnë në Italisht? Që thojnë macho, po, i shkon, i shpaskon, që Ilber Ramadan. Po, që ashtu është. Edhe ma fund që kam tha? Qa thash? Shtiu, tha, ma nese ma more jargonin. Edhe kush?